Ndodhem në qytetin e Delvinës. Këtu janë ambientet e KZAZ-s për Bashkinë e Delvinës. Sipas legjislacionit zgjedhor, çdo zyrë elektorale do duhet të ketë një distancë të paktën 300 metra larg KZAZ-s dhe larg qendrave të votimit. Në këtë ambient do të jetë KZAZ-ja, siç është aktualisht, do të jenë dhe 2 qendra votimi ditën e zgjedhjeve. Partia Socialiste, kandidatët e saj të listës hapur, kanë shkelur legjislacionin zgjedhor dhe udhëzimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke hapur një zyrë elektorale jo më pak se 50 metra larg këtij ambienti. Pra sapo zbret shkallët e KZAZ-s, ti ke propagandën e Partisë Socialiste që pret votuesit ditën e zgjedhjeve apo administratën zgjedhore gjatë punës së tyre në KZAZ. Kjo është ndaluar nga ligji dhe ne kërkojmë komisionerit që menjëherë të marrë masat për mbylljen e kësaj zyre elektorale në qytetin e Delvinës.